A e do? Nuk e A, do. mirë, zene se e do. O jo, ja po të them të tjetërën. E do ose e ke fiksim? Në të dyja rastet unë them e ka fiksim. Tani e ke kupton që ky çuni nuk të do? Oh, okej. Tani ky çuni kur dal jashtë, do iki. Është duket më. Me që do shduket, nëse ti e do, ik zemra rima çunin. Shijoje këtë Big Brother, edhe se cilin punë vet vlla. Po s'ka që të shijojmë se ai nuk e kalon me shiju një apo me faj ditë bardhë në shtëpi. Ba, atëherë ke që vjen në motor, hape derën edhe ik, pra. Se dignitet nuk vune, ma çunin por i prap, se erdhe ti tregosh familjes tënde që unë do bëhem ndryshe, por ndryshu nuk e ndryshu, ke ndryshu disa raporte me këtë djalin që nuk po i shkon ma atje, që e thash sot në prajm. Është të rreshur në ca gjëra, po për ndryshu nuk ka ndryshu menje fare, ajo vazhdo në doja çunin që se do. Jo, për ta dashur to, thjesht ka rasti që mama ka treguar që nuk është fiksim. Se po jam ban lojën, është fiksim, asa si gjë, më se më plaset, po të them. Jo. Edhe mirë, dakor, dëgjoj mua se mbletë më. Unë nuk e shpjegoj të një moshkull duhet ta dojë 3 herë, ikni me dashje. Faleminderit, po si ka mundësi?